Afërsisht, në 40 rrenjë këtu, unë kam marrë çdo vit thuajse 14-15 kuintal ulli. Deri tani me plerimin që kemi bërë, kam përdorur azofertin, edhe rezistenca e bimës është rritur, megjithatë temperatura nuk shoh në një stres te bima. Prodhimin me syrin time ka të bollshëm, në mos çik më shumë nga viti i kaluar, edhe pse kushtet s'kan qenë të mira për lidhjen e kokrës si vjetë. Që nga plata ne s'kishim pak shullish. Duket bima që edhe pse temperaturat janë shumë të larta, ekstremisht të larta për periudhën që po kalojmë, dhe krahasuar me vitet e tjera, e shoh që dhe bima e tregon nga gjethja në radhë parë njerë që ka rezistencë, po e përballon edhe këtë temperaturë. Edhe kokra pak a shumë është në rritje, do të thotë se bima po punon edhe pse temperaturat janë të larta. Do të thotë se ka rritur dhe rezistencën pleu, rezistencën e bimës ndaj kushtet atmosferike. Spërkate, asë një shenjë që t'jenë të prekur nga smundit, kjo është më kryesore, nuk e la. Duke në të shkaja